Sa mirë bëri që mësolle këtu, kjo që në fantastike është e thartë, faleminderit, është e thartë dhe është komplet në shihet e mia për ju ëmbëlsirë. Okej. Gluten free, ke? Gluten free, fruta pylli, pak çokoladë të zezë, edhe çaj, se unë përgjithsisht më pëlqen ta shoqëroj ose në kafe ose me çaj, po. E pse s'more kafe tani? Po e kam pirë shumë sot, edhe nuk do doja ta teproja, jo sepse më bën dëm përshëndetin, por sepse mendoj që ne kur konsumojmë brenda një limiti të caktuar është më mirë se sa të teprohet edhe pastaj të dalim nga rutina. Po më bën çudi tip se nuk e more një ëmbëlsirë. Unë në fakt desha ta marrë dhone një, po më duken se gjitha ishin shumë të ëmbla. Se u mendova ajo tjetra që ishte vanilje, thjesht me pak e ëmbël e frutave, po edhe ajo ishte çokoladë e bardhë. Edhe unë në fakt e di se gjithçka është me ndërgjegje, po që në këtë moment diçka brenda meja dhe mos e merr. Në fakt është një ndërpyetje që mua ma bën më shpesh Rita, po ti ha ëmbëlsirë apo çfarë bën ti kur udhëton etj. Po me thënë drejtën, janë disa mësime të marra në mënyrë të gabuar që dhe deri diku e kam programuar sjelljen tonë në mënyrë të gabuar, sepse nuk ndodh absolutisht asnjë gjë nëse ti do të ngrënë çokoladën e bardhë sot, apo unë akullore apo diçka tjetër. Gjithë problemi që ndodh çfarë bëjmë në një pjesë më të madhe ditës, se sa të vetëdijshëm jemi ne në zgjedhjet që bëjmë. Se ti mund të marrësh një çokoladë të zezë dhe të hash një të gjithë si ajo, ose nuk është e ëmbël, ndërkohë që njësoj do të bëj dëm, sikur një e bardhë ngrën pak. Kështu që herës tjetër kur ti jesh me mua, nëse ndjen siklet, merr çokoladën e bardhë dhe konsumo atë që të pëlqen. Në fakt nuk e kam edhe shumë problem që me konsumu ato që më pëlqen, që ma do trupi. Unë zakonisht ushqej më shumë bazë intuitës. E tash për momentin seriozisht intuita ime më tha jo më marr sepse nuk e di, sikur një zonjë mbrëmshëm që thotë lere sot. Okej, nëse flasim. Sepse është edhe arsyeja tjetër natyrisht se e di që më vonë do të ha diçka të ëmbël. Edhe unë mendoj që kur han vetëdijshëm, kjo është e bukur se ti tani e lën, po nuk e lën nga frika, por je i vetëdijshëm sepse 2 apo 3 herë në ditë besoj që është e tepruar. Sigurisht, madje edhe për ditë nganjëherë është e tepruar, jo më 2-3 herë në ditë. Megjithatë, dje gjatë po themi ecjes që bëm pas ditës, më the se kishe lexuar librin Ushqyerja intuitive. Dhe në fakt është një ndër librat që ka bërë vërtet zhurmë dhe bujë, le të themi, dhe është mënyra më e mirë për të qenë në dietë, sepse dieta nuk është as të hash me gram caktuar, as mos hash akullore apo të hash diçka tjetër, por është që ti të respektosh vërtet kërkesat që trupi ka. Edhe kur kam qenë në një intervistë për këtë dhe më tha dikush, po mirë, ta intuitë është kum hajë dhe sufllaqe. I thash po, intuitë po sigurisht po sa herë ta thot intuita këtë, se nëse ty intuita ta thot gjithmonë nuk është më intuita. Kjo më pëlqej ka shumë, se kupton njerëzit intuitën për shembull, sepse të njerëzit unë mendoj nuk po du me nënçmu askën, më thonë ose me bën ndarje njëri i vetëdijshëm apo i pavetëdijshëm. Po ne mendoj që këtu qëndron edhe problemi sepse nuk e kuptojmë kur është emocion, kur është intuit, apo kur është thjesht një ndjenjë. Eksakt. Edhe tashit nuk kisha dashur është me ndëgju prej teje ti si dietologe, domethënë, ku e kupton që është intuit edhe ku e kupton që është emocion. Tash për shembull, ti po e han, po e shijon, po as më vren ndërgjegja hiç, edhe nuk e kam problem hiç, nuk ishte çështje intuite, ishte çështje dëshire, sepse unë duke qenë një person i cili nuk është që i kanë qef ëmbëlsirat në tërësi dhe nuk ka lidhje kjo me faktin që jam dietologe, por tani edhe më shumë, edhe pse jam dietologe, unë përpiqem që të konsumoj ushqime apo ëmbëlsira apo produkte të tjera të cilat konsiderohen si të pashëndetshme, por që për mua janë testim ose emocion. Unë kam thënë në disa seminare tek një ndër to kemi qenë edhe bashkë dhe kam thënë që ushqimi nuk është çfarë kam unë këtu. Ushqimi është njerëzit me të cilët unë rri, emocionet, vendet ku shkoj etj. Dhe unë dua që në çdo vend që kam qenë këtu në Zvicër të kem nga një kujtim të lezetshëm. Pse bëjmë foton ne? Ne bëjmë foto për të patur një kujtim. Pra fotoja është edhe si lloj resurse. Absolut. Pra fotoja është një çast. Por mbrapa këtij çasti ka biseda, ka shije, ka tjera. Kështu që unë do doja që sot këtë musin me fruta pylli dhe çajin me mollë dhe kanell, të edhe ditë koja këtë vend ku ne gjendemi dhe këtij emocioni që jemi duke përjetuar. Ama unë në një vend tjetër mund të kem ngrënë ushqimin më të shëndetshëm, një sallatë me ushqimet më të shëndetshme, por emocionalisht nuk kam qenë mirë. Ai vend ka pas një energji jo të mirë. Atëherë këtu unë them që nuk kam ngrënë shëndetshëm, përkundrazi më është kthyer në helm ushqimi. Dhe ku e dalloj unë që është intuita apo diçka tjetër është sepse nëse unë, pra nëse është ushqyerje intuitive apo jo, nëse unë jam keq emocionalisht, kam debatuar me dikë
kam një emocion të brendshëm që mund të jetë edhe eufori, pra mund të jetë edhe ndoshta mbas një përjetimi të caktuar. Përjetimi të caktuar, që pozitiv që negativ. Unë shkoj të konsumoj ushqim, ama ushqyera para ardhse ka qenë shumë afër, atëherë unë nuk jam duke pasur uri. Në këtë rast unë jam duke shpërblyer një emocion. Ose nëse unë kam mungesa të çuditshme, pra mungesa të një njeriu të dashur, mungesë të një shoqërie, mungesë të fëmijës, dhe në momentin që unë s'kam çfarë bëj dhe shkoj të ha, atëherë unë nuk kam uri. Po mbush një mungesë. Dhe shumë gjëra të tjera sikundër janë ta cikle vicioze që lidhen me po tani dua energji, ha diçka të ëmbël mbi energjia kështu me radhë. Kurse kur është intuitive është që okay, unë ndjej ndjesinë e urisë, është një shkallë e uringopjes dhe unë e mas veten dhe them kur ka qenë vakti paraardhës, a ka qenë i plot vakti paraardhës, se ti mund të kesh ngrënë paraprakisht vetëm sallatë jeshile, ndërkohë që s'ke marr karbohidrat, s'ke marr protein. Aty kuptoj që okay, unë duhet të konsumoj ushqim sepse nuk kam marrë mjaftueshëm mikro, makronutrientë dhe energji, kështu që bëhet fare le dallimit veç se nëse ne duam. Dhe nuk është gabim të quajmë njerëzit pa vetëdijshëm dhe të vetëdijshëm, pa dashur edhe ti mos i fyejmë, por në fakt më mirë të nxiten pak, sepse në fund ditës po flasim për gjendje. Po sigurisht. Është gjendje dhe nuk është faji njeriu nëse ka një gjendje të caktuar, por është faji ti nëse nuk përpiqet me dal nga gjendja. E çka mendon ti për shembull për njerëzit që kanë jashtëzakonisht frikë shumë nga ushqimi? Dikush për shembull se sikur në shembull tani në këtë momentin unë e desha ta porosis një kështu se ti, por unë e lash, me vetdije të plot sinqerisht e lash. Po çka mendon për shembull njerëzit që thjesht duan, por nga frika nuk e marrin. Po, jo nga vetdija, por nga frika se do ta shëndoshin. Frika ndonjëherë është, si të themi, e krijuar nga ne. Frika në fakt nuk ekziston dhe dje bëm një bisedë tjetër për vajzat në lidhje me mirëmangën. Vajzat e tua s'kishin pas frikë, por ama e pan. Dhe menduan që unë nga kjo do të kem frikë. E njëjta gjë me ushqimin. Dhe s'duan ta heqin. Dhe shumë njerëz unë e them, e bëj një hipnozë dhe largoj frika. Jo, këtë frikë duam ta mbajmë. Por ama edhe me dietën kështu është bërë, informacione të gabuara, informacione të shpeshta, zakonisht blogerë të cilët nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me nutricionin. Absolutisht dhe flasin dhe mbi të gjitha, po të vësh re videot janë, mos bëj këtë 5 gabimet që bën, jo. Bëj këtë, rregullo këtë, po, janë gjëra që në momentin që them rregullo, do të thotë që ti je duke bërë një gabim. Në momentin që unë të fus frikë, mos, kjo është kancerogjene e tjerë, patjetër që frika stimulohet dhe vjen nga të tjerët, pra nga pritimet të tjerë. Dhe kryesisht dalin dietolog dhe thonë, unë kam vuajtur nga kjo sëmundje tani ti nuk mund të dalësh dhe të japësh eksperiencën tënde. Ti duhet dalësh të japësh dijen tënde. Kjo fut frikë. Po. Edhe këtu është, domethënë se në kohën e sotme natyrisht që nuk është edhe e lehtë për njerëzit se ka shumë pa mas informacione. Po kur jeti i vetëdijshëm, atë den me marrë edhe informacionin e duhur, den me mbrojt energjinë tënde, edhe thjesht me marrë edhe informacionin aty ku të bën me u ndi mirë. Jo diçka, unë ju them për shembull njerëzve edhe çdo herë pas çdo kontakti ose pas çdo informacioni që merr, ndëgjoje pak në brendin tënde, si po të bën me u ndi? Po të krijon frikë çaj emocion, apo po të rrit energji dhe po t'jap, domethënë po reflekton shumë mirë ma pozitive se sa më përpara. Po, shumë e vërtet. Ne nuk flasim me veten, edhe është një ndër problemet e mëdha që kem sigurisht edhe unë që po them kështu tani, pas momente që nuk e kam dëgjuar veten dhe kam vepruar bazë emocionit. Por fatmirësisht kam punuar me veten, me emocionet e mia, me mënyrën e të jetuarit e kështu, dhe patjetër që di të dal. Por shumica e njerëzve vazhdojnë të mos dalin. Dhe po të vëmë re, këta njerëz vazhdojnë të ndjekin në Instagram apo rrjetet sociale apo këto dramat e njerëzve të tjerë. Nuk ndjekin sukseset e njerëzve të tjerë. Kjo sepse ti e sheh veten më afër ndaj atij personi se sa ndaj këtij tjetri, sepse duket sikur suksesi është shumë larg. Suksesi është thjesht një hap nga vendi ku je, nëse ti vetëdijsohesh ku je. Është një shprehje unë e përmenda me vendime duhur, ajo sepse vendim njerëzit e mendojnë vetëm nëse unë e hap një kompani, ose vendim e quajnë nëse unë e marr dikën në telefon edhe filloj diçka. Vendim unë e mendoj është edhe vetëm me një shikim të një programi të caktuar. Sepse ti në çdo sekond, në çdo moment, me çdo emision, çfarë do të qoftë, a është në YouTube, a është në televizion, a është në Instagram, a ku do të qoftë, ti po e programon veten. Eksakt. Edhe nuk e njerëzit nuk e kuptojnë që thjesht me një shikim të një lloj programi që është tu i marrë një vendim. Po nuk është kot, ajo shprehje që thuhet ti je mesatarja e 5 personave me të cilët qëndron. Nëse ti qëndron me 5
individ të cilët qajnë të pinë një gotë çaj dhe do shkojnë të peshohen apo të nxjerrin ushqimin, sigurisht do bësh një si ata. Nëse ti je me 5 persona që flasin vetëdijshëm, hanë një ushqim, kënaqen, gëzojnë jetën, edhe janë përsëri të shëndetshëm, ti do jesh si ata. Megjithatë është shumë e rëndësishme se bukur na u lidhën. Para pak ditësh në postova një fragment, një narrativ, po themi, apo një reflektim tim se her pas here frymëzoj nga diçka dhe e bëj me trenin. Pra ishte një moment që kam kap trenin e fundit, vagonin e fundit dhe ishte i fundit. Trenin edhe unë sa herë që e shoh reflekton shumë tonë edhe më jap shumë ide. Po, dhe një nga ato që më erdhi në çast është sa e çuditshme është jeta. Aty të mund të vinë shumë mundësi, ti gjithmonë lë. Sepse ke kohë, po se do vi një mundësi tjetër, ose një mundësi tjetër. Ama vjen ndonjëherë një mundësi që ty nuk të lë kohë të mendosh, dhe ti o do hipur në atë vagon të fundit, e ke për të shkuar në një drejtim që ndoshta mund të mos ofrojë asgjë, po ti po merr një guxim ose do qëndrosh aty në hekurrudh duke prit. Edhe pikërisht treni me shumë vagone janë disa mundësi dhe ti thua, ok, po hipi tej fundi se po mikën dhe ky dhe ngela këtu. Dhe por më e rëndësishme se sa kaq, unë mendoj dhe ashtu i kisha mbyllur edhe pasazhin, kisha shkruajt që unë ta kuptoj që po pres një tren, duhet jem e vetëdijshme që jam në stacion. Se nëse unë nuk e di që jam në stacion, mund më të kalon një trena përpara syve dhe unë s'ka pas njërin. Kështu që vetëdia është ajo që Vetëdia dhe unë e lidh për shembull këtë udhimin me trenin, kur sa herë që jam në ato stacione të trena, dhe unë mendoj çdo herë që ne duhet ta dimë se ku duam të shkojmë. Absolut. Destinacioni Absolut. Tjetë i qartë, sepse nëse jeti i pavetëdijshëm edhe thjesht ec pa kokë, ti mundesh me hyp në trenin e gabun. Edhe çdo stacion është i gabum. Normal. Që çan komplet diçka tjetër. Edhe për ata, edhe unë sa herë që edhe erdh treni, shite. Sa mirë. Jo, më pëlqen kjo shumë pjesa e ushqimit, sepse edhe unë me punën time për shembull që punoj, zakonisht kur bëjmë seanca hipnotike kështu, ne fillojmë çdo herë ta mbushim këtë gropën emocionale që kemi. Derisa kjo gropa emocionale është këtu, atëherë ne çdo herë jemi në përcjellje, jemi pavetëdijshëm. Atëherë në këtë mënyrë ushqimi, vetëdia, domethënë kjo pjesa mentale është po ushqimi ashtu, sepse edhe shumë njerëz, për shembull, që flasin edhe për manifestimet edhe për gjithçka, edhe pyesin si t'ja bëj, si me arrit, domethënë pyetje pafund me sa i përket vizualizimit, imagjinatës, po nuk janë të vetëdijshëm sepse edhe ushqimi luan rol më të madh këtu. Sepse ushqimi ty të krijon energji. Unë për shembull që jetoj vetëdijshëm, unë e di mbas çdo ushqimi që konsumoj, unë e di përpara se si do të ndihem energjetikisht. Absolutisht, ushqimi vetë është energji, që kur flasim për kalori është energji, sepse është zbërthim, është reakcion. Dhe patjetër që kemi të bëjmë me energji, ama është shumë e rëndësishme sepse ushqimi që të prodhoj energji në trup, mjaftueshëm mirë se varet. Domethënë energji ose si themi, ti energji merr edhe nga djegja, nga zjarri. Energji është, ngrohtësi, nxehtësi. Problemi qëndron që çfarë po digjet një gomë e cila ka nxehtësi, po ka aromë të keqe, është toksike etj, apo po digjet diçka tjetër. Dhe në rastin tonë, nëse ti vendos në trupin tënd gomë, në sensin diçka toksike, edhe energjia s'mund të jetë e mirë. Makina nëse e mbush me karburant gabum, ai do të çoj 10 kilometra dhe do të bllokohet. Po, e njëjta gjë dhe me ushqimin. Është edhe me njerëzit, kështu që plus që pastaj ne e dimë që funksionon në zorr, ashtu sikurse dimë dhe që zorra ka një rol të rëndësishëm në trurin tonë, emocionet tona. Kështu që pa diskutim që ushqimi ka lidhje të fuqishme me Po tash kjo pjesa domethënë që shembull, unë po e marr shembull veten time, se edhe me pushimin tash që isha dhe kështu po reflektoj pa. Nëse ne njerëzit vetëdijshëm, se ndonjëherë thjesht duam të hajmë edhe e dim, ndoshta bile edhe e din se është e pashëndetshme, por prapë konzumon. Çka thuti, çka ndodh këtu? Nëse se unë për shembull shkoj në pushime edhe e di që sa herë që jam këtu në shtëpi për shembull, unë jam e vetëdijshme, kujdesem, me vërtet kujdesem, nuk konsumoj veç hajt ushqim, veç tangi barkut. Po jam shumë e kujdesshme, kam atë ritmin tim. Po kur shkoj në pushime, dal prej ritmit.
Gjithë se e boj vetëdijshëm prapë. A luan këtu një rol? Po, shumë. Unë po të sty se... Po, luan shumë rol, patjetër, vetëdia luan shumë rol, sepse ti del nga A do rregulli. pak çokoladë? Merrni çokoladë që ne po flasim. Marrim pak mos hani. aminoacid, triptofan etj etj etj. Ne po hajm. Shiko, ideja e vetëdijes. Shife. Një jush. Edhe që një zemër. Vetëdia tek pushimet. E njëjta gjë dhe unë këtu vërtet erdha për tjetër qëllim, pra nuk erdha thjesht për pushim. Ama unë nuk e kam kursyer vetes asnjë ushqim që konsiderohet i pashëndetshëm nëse unë nuk e kam provuar. Pra se unë shkoj të hap pica, kur pica kam në Shqipëri, në Itali, por ama, po supozojmë që ishte kjo ëmbëlsira. Por çfarë ndodh me mua? Unë nuk mund, unë do ta ha këtë dhe nuk kujtohem më nesër, nuk kujtohem më pas nesër. Do shkoj të ulem me një për akullore, do marr vetëm një top akullore, do marr 4. Kështu që kjo është vetëdia që bën ti. Ti vërtet nuk e bën në shtëpi në përditshmëri këtë gjë, dhe kur del për pushime e bën, ama e bën dhe se tek e fundit, truri dhe trupi ka nevojë të dalë njëherë nga rregullat. Tjetë vetvetja. Dhe këto rregullat jetë përsëri bëna një kufyr caktuar që nuk dëmtohet vetja. Kështu që prandaj, po ka njerëz që shkojnë me pushime, tash jam me pushime, unë kam mbaj dieta etj etj, dhe shkatërrojnë stomakun e tyre. Nuk e kuptoj pse duhet ta bësh. Ha picën, ti ha 2-3 copa, pi birrën, pi 2 birra qameti, e ver, pi 2 gota, pse duhet të desh edhe në hangover. Do shkosh edhe në hangover, do shkosh. Por ama jo këto gjëra të bëhen në mënyrë të shpejtë, sepse ka një gjë, trupi dhe truri duan 12 ditë të mësojnë ose të çmësojnë një vezë të ri, pra një zakon të ri. Kështu që nëse ti e mëson që brenda 15 ditëve vetë shtëpish, normal që trupi do ta kërkojë të fis. Kjo është, po themi, çështja e vetëdijes. Është çfarë duam ne të bëjmë me veten, po unë kështu e mendoj. Ashtu unë edhe mendoj shumë që është shumë e rëndësishme që thjesht punojmë, shkojmë gjithmonë fitojmë në atë drejtim që të ndihemi sa më mirë, që ndihemi sa më mirë. Sepse kjo rrjedhet prap tani edhe me gjendjen e jetesës, me stilin e jetesës, në përgjithësi me vetdijen. Në gjithë që shkojmë, unë më duket vetëm është bumerang kjo. Çdo herë, domethënë, jap merr, sillet çdo herë. Njerëzit kur janë të pavetdijshëm, që jetojnë të pavetdijshëm, i krijojnë vetes jetën e tyre krijojnë më shumë probleme. Absolut. Edhe pastaj problemi çon në zbrasit mbrëmshme. Që me diçka duhet mbushur. Që krijon atë gropën emocionale. Pastaj kjo ty çon me konsumu ushqim më shumë. Shumë vërtet. Edhe tash unë në lamin time tham, punoni me energjinë, ngriteni energjinë. Vetëdijsohuni që të ndiheni më mirë, që të veproni në mënyrë duhur, merrni pra vendime të duhura. Atëherë nëse është kështu, thjesht menaxhoje atë që ke. Menaxho gjithçka. Mos sforco, je pak më i lirë, kontrollo pak më pak, Njihe veten pak më shumë. Njihe veten pak më shumë dhe sidomos mos u kap për të tjerët. Po të prisa që të mbaroje, sepse e thash këtë, mos njihem shumë veten, sepse një pjesë e mirë e vajzave sidomos në këtë sezonin që është plazhi, thonë, aman Hyrida, të do bësohem që të dalë bukur në foto, po që të dalë bukur në foto, do me thotë të pëlqej atij tjetrit. Super. Edhe kështu që unë nuk njoh veten, për sa kohë dua t'i pëlqej dikujt tjetër, do të thotë që unë nuk njoh veten. Pra deri tani, unë se kam pas problem se s'po më shih te kush. Kështu që në momentin që një veten ty s'të intereson çfarë do thotë tjetri, se dikush mua tani në foto më thon, "O, më Rita, po sa që një do psuar ti." Po s'më intereson se unë e di ku jam rregull me veten. Kështu që të njohësh pak më shumë veten. Ka probleme vetë vlerësimi, domethënë kjo. Eksakt. Edhe kjo shumë është e vërtetë sepse njerëzit më shumë duan të hekin peshë që t'ju pëlqejnë tjerëve, absolut, se sa që ta ndihen veten rahat edhe komod. Po. E se në dimër nuk dukem unë, se vesh xhupa, vesh gjëra nuk dukem. Edhe pra ty s'të intereson vetja hiç. Ty të intereson veç mendimi i tjetrit. Edhe kjo është shumë e mirë sepse ti kur don me humb peshë për t'u pëlqyer tjerëve, je ka detyron veten me vepru diçka. Prap ti po gjykon veten një radh parë. Po, prap s'po pranon veten ashtu si je. Nga frika se tjerë do të gjykojnë ose do të paragjykojnë. E ke po për shembull njerëzit ka edhe mbi edhe masi që jam vetëdijsu shumë e kum kuptu se pse është kështu. Kum po për shembull njerëz që kanë qenë femra sidomos, që janë kogja në peshë, por kanë një vetbesim edhe një reflektim aq të bukur, është vërtet mbi peshë, po ti nuk mund të thuash se ajo është mbi peshë. Po, ka finesën, ka besimin, ka. Nuk e kam kuptuar këtë më përpara se pse është kështu.
Po masën e më vonë, masi që edhe jo më vedisu më shumë, edhe pse, si gjë është gjithmonë kam jetu vedishëm, por Sigurisht njeriu çdo ditë po. shkolla e vetdijes gjithmonë rritet edhe s'ka fund bile. Masën e kom kuptu, kom thonë se, hej, ndoshta që ajo ka qenë pesha ideale për ato, sepse ka lunë shumë rol, që ka do më thonë për ty pesh, ose rënja në pesh, sepse për dike është pak më shumë pesh, është pesh ideale. Nuk e ndjen vetën keq, edhe tek tjerë të reflektojnë bukur, prap. Nuk mund ta quash mbi pesh. Kurse ka njerëz që janë shumë të rënë në pesh, por që duken keq, prap. Po, sepse varet edhe nga mënyra se si bie pesha, sa shpejt bie, për çfarë motivi bie. Për shumë peshat e rëna shpejt në kohë nga stresi, sigurisht nuk duken bukur. Ama peshat e rëna me një regjim caktuar, me aktivitet fizik e tjerë, sigurisht që duken bukur. Edhe gjithë problemi është që njerëzit nuk kuptojnë që rënja në peshë, se kjo është një super temë e gjatë, rënja në peshë nuk është me buton. Një vajzë me pastërti, do të thonë ti fshi emrin, ta nxjerrim, thoshte Yrida dua të bie 20 kg brenda një muaji, se në fund të majit kam dasëm. Unë nuk e kuptoj dot. Po çfarë bëre ti deri tani? Çfarë bëre ti që shkove 70 ca kile? Çfarë bëre ti? Tash më kujtove për një muaj edhe domethënë gjithë problemi është që nuk pranonte gabimin të vet, ja? Po arriti, më tha, ndoshta nuk je ti e zonja se ka të tjerë që e bëjnë. Pra, deri ku arrin pavedia e njeriut. E para, ajo është në luftë me veten gjithë kohës, në konflikt me veten. E dyta, është në konflikt përsëri dyfish se e di që atje do vishen bukur etj dhe kjo nuk vishet dot. Dhe e treta, nuk arrin dot të kuptoj që unë po të them, nuk ta bëj dot sepse unë ty të dëmtoj dhe unë nuk mund ta marr përsipër dëmtimin tënd. Dhe çfarë bën? Prap nuk pranon veten, por thot ti nuk di. Po. Sigurisht ashtu. Pra syt janë krejt mbyllur. Krejt mbyllur ndaj një të vërtete. 20 kg ti mund t'i kesh marrë për një vit, dashke me t'i hequr për një muaj e gjys. Si, sepse më ka shkruajt më herë, kështu që i binde relativisht një muaj e gjys. Ndoshta e ka pas edhe këtë ide se ka menduar se hajt se Yrida është dikun, edhe kur duam Po, kjo vjen sepse po ha. Edhe dhe për një muaj e gjys Yrida abracadabra. Gjithë problemi është sepse dalin të tjerët si Yrida, që flasin, që me ngjica në bark, që me çajra dobësimi, që me ku diun se çfarë, mund të dobësohen. Dhe prandaj thotë ajo s'di ti rregullosh me veten ajo. Unë nuk di sepse nuk mund t'i ofroj gjëra të tilla. Njëjtë mënyrë është edhe tek unë, për shembull, njerëzit mendojnë që manifestimet ndodhen më brenda natës. Po. E din, unë duhet e shkruajta, e vizualizova, e imagjinova, edhe tani unë do ta arri jetën e qëllimeve të mia. Kjo është vetëm një informacion i gabum që e marrin njerëzit, është thjesht ushqyerje e egos. Ajo ego don ta ndëgjoj atë, e beson shpejt, edhe ku nuk arrin rezultati, masanej u zhgënjeva. Jo, çdo herë, edhe në pesh, edhe në arritjen e qëllimet, edhe në gjithçka, spori duhet ta kemi ta krijojmë një identitet ideal, edhe ta fillojmë ta jetojmë atë. Edhe me ushqim është kështu. Nëse ti për shembull don vërtet ta kesh një trup të mirë, ta mirëmbash trupin tënd, edhe se është obligim, trupi ynë duhet mirëmbahet, sepse nuk është një fes burlogu. Është vetëm një shtëpi që nuk ndrojmë kurrë. Unë për shembull, para se ta konsumoj një ushqim, normal që nëse e di që aty kanë futur sheqer, për shembull Nutella, se po e humbi ndoshta temën, se mos temën s'pulidhet. Kanë arsye që dalin. Unë për jam mreja u gërdit vajzave të mia të vogla ata, ose jo të vogla ende, normal që nuk e kanë atë logjikën e zhvilluar. E kam marrë edhe ja u kam treguar një video se çka përmbani Nutella. Se unë ju kam thonë nuk është e shëndetshme, se mami ta blej, nuk është e shëndetshme. Po pse s'është e shëndetshme? Se fëmia don vërtetim, do m'ja tregu pse që ta kuptoj. Edhe ku marr videon ja kam treguar, çore, çka ka Nutella? Ka sheqer, domethënë gjithë ajo gota me sheqer, vetëm pak kakao, pak se di çka i kanë huar pak. Edhe kakaon që se dim çfarë cilësie mund të jetë, po e supozojmë. E tash ti kur e kupton se çfarë mirëmbon çaj produkt, ti nuk ja jep trupit tënd. Edhe me gjithçka është kështu. Ti duhesh me kuptu, thjesht me kuptu çka të bën ty mirë, çka të bën ty keq, në gjithçka. Edhe masanej në këtë mënyrë tani e krijon ti një identitet të ri, kush po du me qenë unë? A du me qenë një njeri i shëndetshëm? Nëse ti nuk duhesh me marrë bile hiç me humbje peshe. Unë çdo herë mendoj, a du me jetu shëndetshëm? Po. A du me pas ta largoj mjekun nga unë sa më shumë? Po.
merr ushqim shëndetshëm. Nuk duhet të fokusohemi vetëm pamjen e jashtme, se si do të dukem unë e bukur, si t'ju pëlqejë në tjerë. Po mendo spori, a du unë ta mbaj mjekun larg meje, larg shtëpisë time. Po, me vërtet. Fokusohen njerëz sepse njerëzit përdorin medikamente të ndryshme për tension, për diabet, Edhe ti thua duhet mbash dhe regjim, po lëm rahat mua të hase, boll jam i sëmur, po, unë tash jam i sëmur, Unë kur e pi kafe, sidomos kur shkojmë në Kosovë, se atje përdorin sheqerin shumë. Domethënë, kur shkojmë porositim kafe me burrin, më shumë kemi sheqer në tavolinë se gjithçka tjetër. Edhe na voj, pse s'po, a keni diabet? Pse s'po përdorni sheqerin atë? More unë s'po e përdor që mos të kem para se të ndjen diabet. Masallaj çfarë kuptimi ka? Mos të presim derisa të bëhet edhe me peshën, mos të presim të shtojmë peshë e pastaj të fillojmë me u kujdes me ushqimin. Edhe unë them çuditem sepse unë personalisht peshën kështu në nivel e mbaj e rregulloj me rrobat e mia. Unë çdo herë kur e shoh që pak, domethënë kur i veshi rrobat, apo mbin pak më ngushtë, unë me njëherë e reduktoj ushqimin, jo nga frika. Jo nga frika, po sepse s'du të dal nga identiteti im ideal. Eksakt. Kurse edhe lek, se do duhesh të blesh rroba tjera. Po edhe lek, po. E një gjë ndodhet edhe me mendimet, se duket sikur erdhi pas sens biseda për që bëhet me sens. Si the ti, në një vazë me nukrema ka këtë. E një gjë është dhe truri. Çfarë cilësie, mendimesh, informacionesh, burimesh, njerëzit që vendos ti. O do bësh një nukrema, o do bësh një gjallë pikirik të shëndetshëm. Kështu që gjithçka është çfarë zgjedh ti të bësh. Pra vedia e gjërave që ti bën edhe dëgjon. Domethënë ti ke mënyrë për ta hapur trurin, për të marrë energji, pse shkon në informacione apo në emisione apo ku diun. Gjeje një mënyrë për dal nga ti je tashmë në një vorbut, pse futesh në një tjetër. Përpiqu të dalësh nga ajo, e njëjta gjë edhe me ushqimin. Tash edhe sa i përket kësaj çokoladës që unë po ha këtu, sepse ti ke diçka më të shëndetshme se unë. Po ta mendosh dhe kjo ka gjërat e veta që janë të pashëndetshme, po mos. Kjo është domethënë çokoladë normal që ka kalori dhe gjithçka. Nëse unë e ha këtë me vetdije të plotë edhe e shijoj, jam 100% e sigurt se nuk do të kesh nevojë për dytën. Jo. Kjo është shumë interesant. Po pra. Po. Është sa më e han, unë e analizoj pak, e di që është e pashëndetshme, por kur e han me vetdije të plotë, energjetikisht ndihesh edhe më mirë. Edhe energjetikisht ndihesh më mirë. Kur është energjia më lartë, sepse unë edhe me frekuenca shumë që jetoj me to, është energjia më lartë, është frekuenca më lartë, e han këtë, por nuk do të kesh e han pak e çardhje, por nuk do të kesh më nevojë të hash edhe dytën, se tretën më jo se jo. Thjesht është mahnica. Është shumë e vërtet. Nuk është zor për zotin me majt peshën në nivel. Është thjesht a do ti ta bësh apo jo, se nëse ti do ta gjesh se s'bën një arsye, një motiv, nëse s'do do gjesh gjithmonë një justifikim. Kështu që unë kam edhe dytën çokoladë këtu. Po këtë s'do ta hap, do ta marr me vete. Sinqerisht. A don ti? Jo. Unë boll më sot. Ja, sot do ta bëjmë si kalamajt kulishëm të vegjël që e ngryenim deri në fund, mos ti gishtin tash. Po, mund të ishte me gishtin. Po t'ja dhe gishtin. Kjo çështja e ushqyerjes së shëndetshme dhe të pashëndetshme dhe të ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme, unë gjithmonë e lidh me kur jap shembullin e them kështu. Nëse ti ke nga i gjithë bota, po supozojmë që unë në një pjatë po të vendos nga i gjithë bota ushqimet më të shëndetshme dhe ti je me telefon. Ti po ha krejt në mënyrë të pavetdijshme dhe truri dhe trupi komunikojnë, nuk kanë fare komunikim. Pra çdo gjë bëhet mekanike. Ama nëse ti atë çokoladën që konsiderohet e pashëndetshme han në mënyrë vetdijshme, ti do dish sa po ha. Kurse ashtu ti nuk do dish sa po ha. Qoftë mirë, pra e shëndetshme apo e pashëndetshme që ka pjatë. Kështu që mbi gjitha është ndërgjegja, vedia, çfarë dua, kush dua të jem, pse dua të jem, pse dua ta bëj këtë veprim, do të opsion do të çndoshem për çfarë përvat e banjës. Ç'është problem ka për syrin e tjetrit? Jo, çdo herë unë po që kjo është me adhemshmja që thash edhe më herët që janë shumë fokusuar në botën e jashtme. Sinqerisht,
Sport duhet t'i pëlqen vetës thjesht. Ndoshta kjo dhe jo shumë për fajt të individit që e përjeton këtë gjendje, sesa për hir të sistemit që është ndërtuar i tillë, që gjithkohës jemi krahasuar. Ne ndonjëherë dhe prindrit duke dashur të na bëjnë më të mirë, pra të jemi ne më mirë, gjithmonë na kanë krahasuar. Mos u bë si ky ose bëu si ky, pse s'u bëre si ky, pra gjithkohës ti je në krahasim. Dhe në momentin që je në krahasim as nuk di të njohësh veten, sepse gjithmonë duke parë çfarë modeli është ai tjetër që fillosh dhe ti të bëhesh. E tash krahasohemi edhe më shumë me rrjetet sociale, sepse aty shohim gjithçka. Ama unë mendoj çdo herë. Gjithçka që është në filtra, kjo është më e bukur. Po, është filtra, domethënë, unë mendoj çdo herë që sa nuk e besoj që ka sot njëri, sidomos femrat, që poston diçka pa e përpunu foton. Po, nuk e mu. As du me e dit hiç. E përpunon foton, vendos ku me ditë sa filtra, edhe pastaj, qenë ka e bukur. E kur i shef nuk i njeh, thash kjo as është kjo. A di çka kam dëgju? Se me ty fola? A di çka kam dëgju? Burri martohet, edhe të nesërmen i kërkon gruas divorc.